Ndërsa Ukraina vjon të përballet me pushtimin rus dhe lufta vazhdon atje prej vitesh, në vijën e frontit dhe brapa saj, gjenden jo vetëm Ukrainas, por edhe antarë të një komuniteti të vogël, por me rrënjë të thella historike, shqiptarët e Ukrainës. Ata janë bërë pjesë aktive e mbrojtjes së vendit dhe janë përgjigjur thirrjes së presidentit Volodymyr Zelensky për mobilizim kundër agresionit rus. Komuniteti shqiptar në Ukrainë është i vjetër dhe me histori të pasur. Shqiptarët u vendosën në këto territore që nga fundi i shekullit të 18 dhe fillimi i shekullit të 19. Fillimisht, ata migruan në Bullgari për t'i shpëtuar shtypjes perandorisë osmane që mbizotronte në Ballkan dhe më pas së bashku me Bullgarë dhe Kaukaz u zhvendosën në tokat e Besarbisë moderne dhe pranë detit të Zi. Këtu u vendosën kryesisht në zonat rurale, ndërsa një pjesë u vendos në qytetin portual të Odesës. Në Besarbi, ku ndodhen disa nga fshatrat më të mëdha me shqiptar, komuniteti ka jetuar për breza të tërë në harmoni me popujt të tjerë, si bullgarët, kaukazët, moldavët, rumunët dhe ukrainasit. Kjo bashkëjetesë ka krijuar një kulturë unike, ku çdo popull ruan traditat e veta, por feston edhe me fqinjet. Një nga shembujt më të bukur të kësaj historie është festa e 6 majit, ku shqiptarët përkujtojnë ditëlindjen e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ndërsa kaukazët festojnë Shëngjërgjin në këtë ditë të veçantë. Të dy komunitetet bëjnë kurban dhe mblidhen së bashku për të festuar. Një nga fshatrat më të njohura shqiptare në Ukrainë është Karakurt, i ndodhur pranë qytetit Volgograd. Vetë emri Karakurt ka origjinë turke dhe përkthehet si tokë e zezë. Sot ky fshat është një mozaik gjuhësh dhe kulturash, ku fliten 5 gjuhë: shqip, bullgarisht, kaukaz, ukrainsja dhe rusishtja. Sipas banorëve, kur 3 persona nga kombësi të ndryshme takohen në fshat, nëse njëri prej tyre është shqiptar, biseda kalon në shqip. Një dëshmi e faktit se gjuha shqipe mbetet ende gjuhë kryesore e komunikimit. Megjithatë, përdorimi i shqipes ka pësuar rënje me kalimin e kohës. Sipas burimeve të ndryshme, sot komuniteti shqiptar në Ukrainë numëron midis 5.000 dhe 10.000 personash, por më pak si gjysma atyre flasin ende shqipen si gjuhë të përditshme. Pavarësisht të saj, shqiptarët e Ukrainës vazhdojnë të ruajnë identitetin e tyre kulturor përmes riteve, traditave dhe festave. Përveç fshatrave në Besarbi dhe Priozovia, shqiptarët janë të pranishëm edhe në qytete të mëdha si Odesa, Izmail, Donetsk, Luhansk, Kiev, Kharkiv dhe Lviv. Ata janë të integruar në shoqërinë ukrainase dhe marrin pjesë në jetën politike, ekonomike dhe shoqërore të vendit. Në kohën e luftës, ky komunitet nuk ka mbetur indiferent. Të rinjtë shqiptarë të Ukrainës kanë marrë armët për të mbrojtur territorin ku kanë lindur dhe jetuar, duke treguar se identiteti i tyre nuk i ka penguar të ndihen qytetarë të këtij vendi. Historianët dhe sociologët theksojnë se përfshirja e tyre në rezistencës është një dëshmi e fuqishme e lidhjes që shqiptarët kanë krijuar me Ukrainën ndër shekuj. Historia e shqiptarëve të Ukrainës është një shembull i rrallë i mbjetesës dhe adoptimit, nga arratisjet prej persekutimit osman te ndërtimi i një jete të re në stepat e Ukrainës e deri te pjesëmarrja e tyre në një nga konfliktet më të mëdha të shekullit të 21. Ky komunitet mbetet një dëshmi e gjallë e forcës dhe i qëndrueshmërisë së diasporës shqiptare. Në një kohë kur Ukraina po lufton për lirinë dhe sovranitetin e saj, shqiptarët që jetojnë atje janë bërë pjesë e këtij kapitulli historik, duke dëshmuar se lidhja me vendlindjen nuk i pengon ata të mbrojnë adeun e tyre të dytë.